Shkoj si flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Duket se spaku nuk ndalon. Sot paradita i ka vendosur arrestin, pra ka quar masën e arrestit për një numër personash duke përfshirë kreun e Akshit, zëvendës kreun e Akshit, Ergy Sagasi, një emër i njohur që lëviz midis politikës dhe biznesit, të një biznesmeni dhe një oficeri policie duke i konsideruar një pjesë të tyre si grup të strukturuar kriminal. Natyrisht, dy prej tyre nuk kanë arritur të ndalohen, pjesa tjetër e ndaluar, por pa ushuar ende hona e arrestimeve të spakut, sërish, Prokuria Speciale ka quar një kërkesë për heqjen e imunitetit, pra për leje nga parlamenti, ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës Belinda Balluku, duke shtuar dhe 7 çështje të reja, praktikisht nga një akuzë për çdo lot të Unazës së Tiranës, duke janë bivendosur tunelit Llogaras dhe lotit 4 që ishin paraqitur në vendimin e gjykatës për pezullimin e saj. Pra duket se politika po nxehet dhe nxehtësia më e madhe e politikës vjen nga spaku. Unë kam 6 ftuar për diskutuar sot, besoj të jetë një emision i gjatë. 4 prej tyre kanë qenë planifikuar dje, por emisioni u shty për një keq kalkulim kohor, por edhe pak me fat për nese na ka sjell më shumë ngjarje ditën e sotme. Ta shtysh emisionin, s'di që ka ndodhur. Jo, unë nuk e shtyh kur emisionin. Se bën ti ato kur? Jo, më thanë Baton që sot do kishe gjëra shumë nxehta, thash më mirë po e ruaj Batonin për sot, ta përball me fakte tamam. Baton Axhiu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Marku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Arbër Hidaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Meritan Sejamini, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Po dalin ca nga fjalët. Se i the para 2 javësh fiks. Agron Sheaj, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Armand Shkullaku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ti vazhdoni qëndron asaj idese që kaq shumë sa kanë vjedhur bien vetë të spaku. Se ti s'ke pas besim as të spaku? Jo, s'ka pas besim të spaku, sepse deri më sot kishe treguar që nuk e afroj dot gardit të... Po tani e kaloj gardin? Tani në fund, Dumani parasetiki bëri 2 akte për mu. Një që është hetimi për procedurën e tenderit që është afruar gardit kryeministrisë, po, dhe hetimin për Akshin që është afruar gardit Surrelit. Tani do të shikosh që të gjithë dashnorët e reformës në drejtësi, kur preket Surreli, në djallë shkojt e Brukseli. Po tani do shohim 2 pikat kryesore. E para, pak më shkurt çfarë ka ndodhur me Ballukun dhe diskutojmë, dhe e dyta çfarë është çështja e Akshit që duket absolutisht si një film policesk. Kam Klodiana Lalën në fillim të emisionit me mua. Klodiana, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Qa ore e quar sot në mëngjes? Në 5. Në 5 të mëngjesit. Kur të erdhi informacioni që këshin dalë për operacion? Ju zgjofa edhe ju, kështu që... Jo, më di, unë i quar isha në ato orë në fakt, se po prisja për gjë tjetër, anullova një udhtim. Ndërkohë, të lutem, më nxirrni pak kërkesën e Dumanit, materialin numër 1. Me mesazh, Baton për lajmin. Në orët e para të mëngjesit mora vesh që sot do kishte zhvillime. Dhe mendova sa i lumtur do ishe ti sot në studio, me gjithë për zhvillime. Më nxirr pak lutem 1-shin, Altin Dumani pra i çon kërkesë kuvendit, në të cilën ai thot, duke hequr pjesën, vazhdo në çik shpejt, se mos po lexoj nenet. Mbështetur në nenet, kaq sa i lejon atij ligj, i lejon ligji, bashklidhur ju përcjellim kërkesën për dhënie autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestim, heqje lirisë e deputetit, ministrit, zëvendës kryeministrit Belinda Balluku nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit personal. Nga ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit, e parashikuar nga neni 233 i kodit procedurës penale dhe pezullimit të ushtrimit një detyre a shërbimit publik, e parashikuar nga kaq, e parashikuar nga nenët tani s'po zgjatem, gjithashtu në respektim nenit 288 të procedurës penale bashklidhur gjeni relacionin arsyetuar shoqëruar me provat përkatëse, si dhe urdhrin për ruajtjen e sekretit hetimor dhe ndalimin e publikimit të akteve. Pra aktet që i ka shkuar parlamentit nuk mund bëhen publike. Ti shef agron këto? Po zyrtarisht të takon ti shofësh. Qofse është antar i komisionit po? Sepse nuk është antar i komisionit. Po nuk keni shok të komisioni mandateve? I kemi të gjithë për 2 ditë, është e sigur. Por për çfarë akuzon spaku, kush janë akuzat e reja të spakut, mje pak material numër 2 të lutem, 2 janë këto akuza, pra spak i kërkon heqjen e imunitetit, për vazhdo të lutem, hec më shpejt. Shtetësia tani, për çështjen e ndërtimit tunelit Llogaras, dihet gjithashtu shtetësia Belinda Balluku ka marrë cilësinë e personit nën hetim për dyshimin e kryerjes së të njëjtës vepër penale
për 7 procedura të tjera prokurimi me objekt. 7. Plotësim, rakordim, ti numëroj me lote unë se me vënde janë gjatë. Loti 1, loti 2, loti 3, loti 4, loti 5, loti 6, loti 7 i Unazës së Tiranës. E praktikisht i bje gjithë pjesa Unazës së Tiranës e ndërtuar pas ardhjes Partisë Socialiste në pushtet. Do vazhdojmë pas me pjesën politike, çfarë tha Rama dhe si reagoj. Tani, pritej sot Klodi që të çonte Spaku kërkesën për heqjen, pra për të marrë autorizim për heqjen e lirisë? Atëherë ne dim që gjykata kushtetuese vendosi me 5 vota në favor të kryeministrit të vendit zoti Edi Rama dhe 3 vota kundër që ta shfuqizonte vendimin e gjykatës posaçme që lidhe me pjesën që kishte disponuar sa i përket ndalimit të ushtrimit të funksioneve publike për zonjën Balluku. Ishte përkohësisht, deri në shqyrtim plot. Pra, në momentin që i ngriu efektet, nëse mund ta them kështu, për pezullimin nga ushtrimi i funksioneve, gjykata kushtetuese kaloi çështjen në seancë plenare publike, që do të jetë me praninë e gjithë palëve në datën 22 janar të vitit 2026. Nëse kemi parasysh të kthehemi pas në kohë, gjykata e posaçme caktoi 2 masa sigurie ndaj zonjës Balluku, njëra që ishte masë ndaluese ajo ushtimit, pra pezullimit të ushtimit të funksioneve dhe ndalim për të dalë jashtë vendit me 2 argumenta kryesore. Tani prapa ajo e daljes jashtë vendit i ka mbetur. Ajo mbetet në fuqi. Po si do ushtrojë detyrën e ministres kur nuk udhton dot jashtë? Atëherë, po pa shkuar aty për ta sqaruar sepse ka një ngërç juridik. Atëherë, në momentin që u caktuan këto masa ndaluese dhe shtrënguese, gjykata e posaçme arsyetoi 2 momente thelbësore. Një, ekziston rreziku që zonja Balluku të prish provat, përsa kohë ka të njëjtin funksion që ka patur më herët si numri 2 i qeverisë dhe si ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Dhe momenti i dytë kishte të bënte pikërisht me faktin që duke qenë se të gjithë dëshmitarët kryesorë ose persona që kishin ndjeni ishin vartës së saj, ajo mund të intimidonte ose t'i friksonte për t'u tërhequr nga dëshmi që kishin dhënë, ose për të mos dëshmuar ata të cilët ishin akoma në proces e sipër, sepse duhet kemi parasysh që janë pyetur vetëm një numër i zyrtarëve të lartë apo zyrtarëve të rolit bazë, por nuk janë pyetur pjesa tjetër. Që të konsiderohet provë, dëshmia duhet të jepet përpara gjykatës. Pra gjatë kësaj kohe, gjykata arsyetonte që zonja Balluku s'pari mund të prish provat dhe së dyti mund të friksojë dëshmitarët. Në rregull, po mos kthehemi prapë. Me këto argumenta kryesor, normalisht u kërkua dhe dha masa e parë. Tani çfarë ndodhi? Në momentin që ra pezullimi nga gjykata kushtetuese, prokurorët e posaçëm nuk mund të kërkonin ashpërsimin e masës së sigurisë dhe nuk mund të kërkonin leje për arrestim. Në të njëjtën gjykatë. Jo në të njëjtën gjykatë. Nuk u vën nëse nuk kishin prova të reja dhe fakte të reja. Pra me tunelin e Llogaras nuk shkonin dot në kuvend, sepse gjykata ishte shprehur një herë për këto fakte penale. Çka do thotë? E kishte dhënë verdiktin e vet dhe kishte arritur në konkluzionin që ato ishin masa të përshtatshme. Dhe për këtë arsye, prokuroria e posaçme ka nxjerrë 6 lote të tjera nga xhepi. Prokuroria e posaçme në fakt i kishte nënhetim sepse kishte lënë të kuptohej në njoftimin e parë për shtyp. Po aty dëshmarë e pandehur. Jo, këtu është nënhetim, nuk është e pandehur. Për 7 procedurat e tjera që lidhen me Unazën e Madhe ose Unaza e Jashtme e Tiranës, është person. Tani këto lidhen prapë me mesazhet e drejtorit të rrugëve? Sigurisht, po të shikosh dosjen e parë, unë ta kam thënë edhe një herë dhe shumë më kanë gjykuar në atë kohë, përveç si kanë mbajtur vetja ka treguar me screenshote dhe bashortes, po kjo është një histori tjetër e sqaruar. Atëherë janë 4 celularë të gjetur vetëm në banesën e Vis Berberit. Një celular është i bashortes, 15 të tjerë janë sekuestruar vetëm ditët e fundit. Çka do thotë? 15 celular. Po, gjatë ditëve të fundit. Pra nga momenti që është komunikuar akuza zonjës Balluku deri ditën e sotme. Tani, çfarë ka ndodhur në lidhje me këto lote? Po ti shikoje në akt akuzën e parë për zonjën Balluku, lihet e nuk kuptohej që kompanitë ishin të favorizuara. Dhe secila kompani kishte marrë lotin përkatës, por nuk ishte lejuar të konkurronte në lotin tjetër. Çka do thotë? Ishte një gare paracaktuar. Unaza e Madhe ishte gjithaj një gare paracaktuar, e ndarë dhe njëri biznesmen nëse futen në njërin lot, nuk duhet mund të futen në lotin tjetër. Në të kundërt automatikisht ishte i përjashtuar. Mirë, kjo është socialistes ide, që të marrin të gjithë nga pak. Nëse relativizojmë vjedhjen dhe korrupsionin, vjedhja dakord me ju, por për tek kësaj. Po, kam nga politike. Tani, gjëja e dytë është që gjatë këtyre ditëve, me qëllim që të merret imuniteti, sepse duhet kemi parasysh që tashmë zonja Balluku. Se kam një pyetje këtu para se shkëtë imuniteti. Neritani kam dëgjuar që tha këtu dakord favorizim, prishje barazisë në tendera. Po përveç këtij fakti, që është çështje procedurale, a pyet Spaku pse është prishur kjo barazi? Patjetër, kjo është një pjesë. Është prishur barazia nga padia? Është prishur barazia nga një gabim njerëzor apo është prishur barazia se ke vjedhur? Atëherë që të ketë një hetim të plot, që të ketë një hetim të plot, do duhet kuptohet ku kanë shkuar të paktën 50 milionë euro që janë shtuar tek tuneli Llogaras.
Megjithatë, ne nuk mund ta paragjykojmë as Spakun për as zonjën Balluku. Zonja Balluku prezumohet e pafajshme si çdo qytetar shqiptar derisa të provohet ndryshe nga gjykata. Nga ana tjetër, ne nuk e dim nëse Spak do shkojë me tinta akuza në finale. Pra do të thotë Spak është duke hetuar historinë e parave dhe për këtë arsye në kërkesën e fundit që ka bërë, pra në kërkesën ditën e sotme që kërkon leje për të arrestuar zonjën Balluku dhe arrest shtëpi, arrest në burg, ato e vlerëson gjykata, sepse unë do ta sqaroj tamam çfarë është. Spaku thotë të gjitha aktet të mbahen sekret dhe 10 anëtarët e komisionit është vendosur ditën e sotme mos i marrin në rrugë elektronike materialet, por t'i marrin fizikisht dhe të firmosin, sepse çfarë ka ndodhur ditët e fundit. Në rrugë elektronike s'kemi akshin. Ditët e fundit, jo ka mundësi Spaku, ditët e fundit Spaku ka arritur të gjurmoj disa transferta parash, të cilat mund të rëndojnë pozitën e zonjës Balluku në raport me drejtësi. Transferta parash nga Shqipëria në drejtim të vendeve të tjera. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që Spaku po e mbran në sekret të plot, sepse do duhet i konfirmoj të gjitha këto lëvizje të parave që më pas mund të çojnë një akuzë edhe më të rëndë. Ndoshta jo ndaj zonjës Balluku, po ndaj personave të tjerë. Ose mund të përfshihet dhe të implikojë edhe persona të tjerë të cilët deri më tani nuk janë pjesë të. Patjetër, në fund fare dhe mund të rriqet nga akuzat, por në mënyrën se si po e zhvillon hetimin, dhe tani në lidhje me zonjën Balluku ka dhe një detaj që duhet sqaruar për opinionin publik. Spaku nuk kërkon më vetëm detyrën si zëvendës kryeministe dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, por kërkon edhe atë pjesë të fuqisë, nëse mund ta them kështu, që ishte mbetur që vinte nga mandati i deputetit. Tani duhet nëse zonja Balluku zgjedh sot të largohet me dorëheqje, duhet heq dorë si zëvendës kryeministra, si ministri i infrastrukturës dhe energjisë dhe si deputete e qarkut të. Kemi raste të tilla, ka dhënë Sajmir Tahiri dorëheqjen nga deputetët. Patjetër, po deri tani ka refuzuar, pra do të thotë që zonja Balluku me masat e para e gëzonte mandatin e deputetës. Jo vetëm kemi pasur tjetër në veç Tahirit që ka pasur tjerë që në momentet e akuzës kanë dhënë dorëheqjen edhe nga deputetët. Në një situatë normale ajo do duhet të ndodhte. Pra në një situatë normale, po për tek kësaj, domethënë ideja është që zonja Balluku sot rrezikon edhe humbjen e mandatit. Ka dy momente ligjërisht. Rrezikon zotja Gjiu, se sikur të pëlqeu. Po. Tani ka dhe dy momente. Jo, nga deputeta e sa humb, se Spaku nuk e pa vendim formës prerë të fajësisë nga deputetët. Jo, absolutisht, umbet mandatin dhe automatikisht, po sepse e vetmja gjë që zonjën Balluku, pra që Spaku të kërkonte masa më të ashpra sa ato që kishte caktuar, që janë masa e pezullimit dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit, për të shkuar në masa shtrënguese, siç është arresti në shtëpi, kontrolli personal, kontrolli banesësare në burg, do duhet të dorëzohet mandati. Edhe kryesërisë kryeministri mund të rri. Imuniteti, jo mandati. Imunitetin vetëm e shon, jo mandatin. Pra do të thotë që ajo rrezikon këtë pjesë. Dhe kemi dy momente. Kemi dy momente. Nëse qeveria, pra mazhoranca nuk e jep lejen. Cakton gjykata. Arrest shtëpie, arrest flokë. Nëse mazhoranca nuk e jep lejen për arrestim, atëherë mbetet Spaku heton shtëpia në faza. Ama ka një gjë tjetër. Nëse shkon, pra jepet autorizimi, e vlerëson gjykata më pas se cila është masa. Pra është një pjesë tjetër që duhet sqaruar. Çfarë ka ndodhur me dosjen e Akshit? Se mu duk si film. Jo, është një deep state, mendoj unë. Edhe mendoj që është parë në një këndvështrim, është shumë më e rëndë se sa ajo çfarë po ndodh me Belinda Ballukun. Personat të cilët janë akuzuar, vetëm një sekond, më nxirr pak pesën, të lutem, pesa. Ja ku janë pesa, prokuria posaçme ka kërkuar për 8 persona, konkurrencë e palishme përmes dhunës. Heqje e palishme e lirisë, po që pun ka Spaku me Akshi me lirinë. Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publik e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal. Dhe grupi strukturuar kriminal, kryerje veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal dhe pastrim i produkteve të veprës penale. Ergys Agasi, biznesmen, arrest me burg. Ermal Beqaj, biznesmen, arrest me burg. Mirlinda Karçanaj, drejtoresh e Akshit, arrest në shtëpi. Hava Delibashi, zëvendës drejtore e Akshit, arrest në shtëpi. Andis Papa, administrator, ndalim i daljes jashtë shtetit. Gzim Hoxha, administrator, ndalim i daljes jashtë shtetit. Roger Sërryta, administrator, ndalim i daljes jashtë shtetit. Erion Ismaili, zëvendës drejtori i Policisë Tiranës, pezullim nga detyra dhe ndalim për dal jashtë vendit. E para një vetëm të çdo drejtori policisë me Akshin? Ja do ta shpjegoj. Kush është roli? Atëherë, pa shkuar te kjo, dua të ndalem pak te mënyra se si nisi hetimi. Po sepse po ta shpjegova në mënyrë integrale, nuk do ta kuptojmë rolin, nëse më lejon. Dhe pastaj në mënyrë duke ta shpjeguar,
6 muaj më parë, prokuroria e posaçme në kuadër të një procedimi tjetër për kontrabandë cigaresh, nxori një urdhër kontrolli të autorizuar nga gjykata për të ushtruar kontroll në banesën dhe në biznesin e Ergysa Gasit, i cili në fakt ishte një personazh në hije, ish zyrtari i Ministrisë së Mjedisit, por u bë personazh i njohur në momentin që ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj e konsideroi si koordinator të krimit organizuar me Edi Ramën dhe sipas tij ishte eminenca gri e kryeministrit. Në atë kohë filloi edhe të shfaqej realisht potenciali ose më sakt fuqia e Ergysa Gasi që kishte jo vetëm në elitën ekonomike, por edhe ato politike të vendit. Çfarë ndodh? Në momentin që sekuestrohen celularët e Ergysa Gasit dhe bëhet kontrolli, një moment gjendet një bisedë dyshim që lidhe me një rrëmbim të një biznesmeni që quhet Geront Meqe dhe që ka qenë një nga urtakët më të ngushtë të Baxhanakut të kryeministrit. Geront Meqe rezulton që është marrë peng poshtë banesës së tij nga persona të veshur me uniforma, është marrë peng, ndaj po të them që ta sqaroj deri në fund. Është marrë peng nga persona të veshur me uniformat të policisë së shtetit dhe me uniformat të byros kombëtare të hetimit, që ishin falso, që sigurisht kanë qenë të paautorizuara, dhe pasi është marrë peng, rrugës nga Tirana janë pamjet filmike të sekuestruara. Nuk janë polici dhe janë polici. Po ta shpjegoj më pas rolin, sepse aty pastaj janë polica. Dhe çfarë ndodh? Rrugës nga Tirana në drejtim të Elbasanit në autostradë, në një zonë që sa afrohesh, pra sa kalon tunelin ku nuk ka thirrje telefonike, Geront Meqe detyrohet nga rrëmbyesi që të detyroj administratorin të tërhiqej nga të gjitha ankimimet që kishte bërë për tendrat e Akshit. Pra Akshi kishte zhvilluar procedurat tenderuese, ishin shpallur kompanit... Po pse arrestoi policia dhe BKH-ja? Po nuk arrestoi, më e morën peng. E morën peng, nuk arrestuan. Po e morën peng, morë zotërisht ishte polici. Ishin për të bërshirë Policia e shtetit shqiptar mori peng një person për ta kërcënuar prandaj u thashë deep state, Fevzi. Policia e shtetit ka njerëz në prit, Fevzi. Atëherë, sigurisht. Tani, po unë mendoj që zoti Ismaili është vetëm njëri prej tyre. Unë mendoj që aty janë shumë tepër të përfshirë, duke ditur që Ergysa Gasi ka paracaktuar gjithë kuponën e policisë. Prandaj është duke u hetuar roli i zotit Ismaili. Nëse policia e shtetit ka kryer apo jo veprime në këtë rast. Dhe prandaj dyshohet për këtë çështje. Si? Nëse policia dhe BKH-ja kanë i heqin lirinë një individi për interesa private, ky është fundi i shtetit. Nëse është e vërtetë Spaku, nuk është hipotezë, thotë në vendimin, është vendesh të deklarata për shtyp. Atëherë, në momentin që ka kaluar tunelin dhe nuk kishte thirrje telefonike, është detyruar në mënyra që duhet të sqaroj më pas prokuroria e posaçme përmes administratorit të tërhiqet nga 12 ankimime në tendra që shkonin në vlerën 80 milion euro. Dhe në momentin që administratori ka shkuar dhe ka bërë ankimimin dhe komisioni që bën i prokurimit publik, që duhet të bënte edhe tërheqjen e ankesave dhe është konfirmuar, në ato moment Geront Meqe është braktisur një fshat të izoluar të Elbasanit. Ore, policët, kush kanë marrë urdhër, se Spaku kjo është gjë e parë, merren policët... Të lutem, prandaj po hetohet roli policisë, nëse ta mbaroj linjën logjike... Po BKH-ja si ka shkuar, se BKH-ja është pas Spaku. Kanë përdorur uniforma, Fevzi. Pra tani këtë po të them, se nuk mund shkon të BKH-ja. Ka shkuar njerëz oficer të policisë, të veshur me uniformë të policisë. Ka qenë ministri i brendshëm në atë kohë. Është marrë diku në verë, kështu që nuk di ta them si ka qenë koha, se ka pas ndrim, kam përshtypjen. Dhe në atë kohë, në momentin që është braktisur në një fshat të Elbasanit, ka ecur për disa kohë në këmbë dhe ka dalë në rrugën kryesore. Por merret e thelbi, personat që e kanë sekuestruar atë sekuestrimin e personit, kanë qenë policat të policisë të veshur me uniformat të policisë së shtetit. Kanë qenë oficer. Këtë nuk di ta them, sepse unë s'mund ta përsëri me të drejtën e fjalës. Atëherë, Spaku thotë që zoti Ismaili është duke u hetuar në lidhje me këtë çështje. Nëse kanë qenë të gjithë pengmarrësit zyrtarë të policisë apo jo, këtë do duhet ta sqaroj në një zyrtar policisë, nuk është me 50 nga detyra, të shkojë një zyrtar policie, të sekuestrojë një individ, ai shkon në burg. Zoti Meqe, pasi ka dalë nxirr deklaratën e Spakut edhe pasi ka dalë tek rruga kryesore, ka marrë një taksi dhe është kthyer në banesën e tij dhe nuk e ka denoncuar këtë rast. Në momentin që Spaku ka sekuestruar kamerat e sigurisë, ku shfaqet momenti i rrëmbimit të tij, i cili pasohet më pas edhe me një tjetër rrëmbim. Ngjarje e ka publikuar të paktën një 10 herë Facebookun e tij Sali Berisha. Tjetër. Jo, është rasti tjetër. Është rasti tjetër, nuk ka lidhje, është ish zëvendës drejtori i Akshit, nuk ka lidhje me Meqen.
Në momentin që ka ardhur në banesë, nuk ka bërë asnjë lëvizje, nuk ka shkuar të denoncoj, por ama di që ka patur kërkesa, sepse para një muaji unë kam rënë në dieni të disa shkresave që Geron Meqe kishte kërkuar ndihmë për jetën e tij dhe për familjen në disa ambasada të rëndësishme në vend, por edhe jashtë vendit dhe kryesisht ishte ndalur në Gjermani. Dhe në atë kohë, pra një muaj më përpara, unë i kam dërguar 3 herë, pra një person që kishte dieni për rastin, i kam dërguar 3 shkresa prokurorisë posaçme, e cila asnjëherë nuk theu përgjigje duke thënë që kjo çështje është e mbrojtur nga sekreti hetimor dhe nuk mund t'japim përgjigje. Çfarë ka ndodhur? Në momentin që SPAK e ka thirrur biznesmenin dhe i ka vënë përpara pamjet filmike, ai është detyruar të pranojë që ka qëndruar nën shantazh dhe presion që të tërhiqej nga tenderat për gati disa orë, nuk mund ta them me saktësi sepse është dëshmia e tij. Nga ky moment çfarë ka ndodhur? Momentin që Geron Meqe është tërhequr nga gjitha këto procedura dhe parat kanë qarkulluar, më pas biznesmenët të tjerë dhe janë një sër kompanish të tjera kanë prerë fatura fiktive për shërbime të pakryera nga kompanitë e Ermal Beqirajt, që ka fituar një tender shumë të madh. Ai zotëron në tërësi 11 kompani, por 4 prej tyre janë të përfshira në tenderat e Akshit. Dhe më pas ka marrëdhënie financiare mes $80 milion ishte? Euro. Më shumë shkon sepse edhe vetë Geron Meqe ka marrë rreth 45 milion. Tani akuza kush është? Po mirë, po Mirlinda Karçanaj, drejtoresha Akshit dhe Havat Delibashi. Atëherë ata kanë vepruar sipas SPAK në kuadër të grupit strukturuar kriminal, sepse kanë paracaktuar garën për kompani. Por të drejtuesit nuk duket që thotë grupi strukturuar. Absolutisht, konkurrencë palishme. Grupi strukturuar, është shkelje barazisë në tendera dhe grupi strukturuar kriminal. Pra vetëm 2 zonjat nuk i kanë akuzat e tjera dhe ndërkohë Andis Papa, Gzim Hoxha dhe Roger Sryta kanë akuzën e pastrimit të parave në kuadër të grupit. Për lëshimin e faturave. Ndërkohë Ergys Agasi, Ermal Beqiraj kanë akuzën. Ku është njëherë? Ergys Agasi nuk është arrestuar, as Ermal Beqiraj nuk rezulton të ketë dalje në sistemin tim si jashtë vendit, nuk e di nëse ka arritur të dalë në forma të tjera, por fakti që rezulton me lidhje shumë të forta me zyrtar, po nuk është e para herë. Ka pafundësisht raste që dalin, mund të kalosh në Kosovë, për shembull, marr një rast hipotetik, pa asnjë problem, mund të kalosh Maqedoni, mund të kalosh në shumë mënyra të tjera, mund të përdorësh edhe identitete tjera, nuk është arrestuar. Çfarë ka ndodhur më pas është që zonja Karçanaj, bashkë me, sepse janë kontrolluar dhe një sër zyrtarësh të Akshit, kanë bërë të gjitha specifikime teknike të tenderave në një mënyrë të tillë që të fitoheshin të gjitha nga 4 kompanitë e Ermal Beqirajt. Po Ergys Agasi me Ermal Beqirajn çfarë lidhje kanë? Po Ergys Agasi ishte kreu i grupit sipas SPAK që kontrollonte komplet Akshin. Kanë hyrë dhe në tendera bashkarisht. Dhe për postë të tjerave, 2 momente janë shumë thelbësore për prokurorinë e posaçme. Një është tenderi i Thesarit, pra për mirëmbajtjen e serverave të Thesarit, sepse aty kuptohet për çdo shtetas shqiptar dhe tuaj, kompanije të tjerë me radhë dhe personat e ekspozuar politikisht, çdo transfer të paraj apo qindark që mund të lëvizet. Gjë që shumë shqetësuese sipas partnerëve ndërkombëtar të shkohej në rrugë, pra tek personat pa autorizuar. Së dyti ka të bëjë me tenderin që lidhet me administrimin e dosjeve gjyqësore. Pra, një grup i strukturuar kriminal, sipas SPAK ka pasur informacion sa seanca janë zhvilluar, kush është gjyqtari, kush është prokurori, kush është avokati, pse është hyrë një proces e tjera me radhë. Duke patur këto 2 tendra që konsideroheshin të një rëndësie shumë të madhe dhe që kishin të bënin me sigurinë kombëtare, në këtë drejtim ka patur edhe ndihmë nga ambasadat e huaja për hetimin, po sigurisht ndihmë në kuptimin e ekspertizës që kanë dhënë, jo në ndikim tjetër që ta sqarojnë. Do më thënë, deri tani nga këta kush është arrestuar? Në fund, ju më përveç Ergys Agasi dhe Ermal Beqiraj që janë larguar dhe janë në kërkim aktualisht, të gjithë të tjerëve ju është komunikuar masë e sigurisë, pavarësisht se i kanë pezullim, dalim për dalje jashtë vendit e tjerë me radhë. Sa i përket zotit Ismaili, unë nuk kam informacion që t'jeti përfshirë direkt në mënyrë të drejtë për drejtë me rëmbimin e Geron Meqes. Është duke u parë roli i tij nëse ka dhënë ndihmë për mos hetimin e rastit. Megjithatë, do duhet të pres dokumentat për të parë edhe rolin e tij konkret, sepse nuk dua të abuzoj për sa koshte edhe zyrtar policie. Por, nëse do të rezultojë të nesërmes që zyrtarët të policisë janë të përfshirë në rëmbimin e një biznesmeni, që është më pas dënuar, shantazhuar, është tërhequr, është lënë në mes të rrugës, dhe më pas milionat kanë kaluar tek njerëz dhe imagjino vetëm një detaj po të jap. Ermal Beqiraj ka bler 930.000 euro një jat që ja ka dhuruar një shtetase rumune.
është shtetas e huaj dhe është një faturë e cila është në duart e... Ma ato janë faturë, se janë kush e di pastrim parash gjëra. Po të gjitha patjetër, po për të treguar pra mënyrën se si funksiononin. Dhe të gjitha transfertat ka dyshime është duke u hetuar edhe për investim në një nga kullat kryesore në Tiranë, ku mendohet që kompani satelitet të lidhura me Agasin dhe me Beqirajn kanë bërë investim aty. Klodi, falemderit. Kësha Klodiana Lalën, një duar trokitje, ndërkohë do merremi dhe mbijim. Ndërkohë, kthehem, shkullaku, çfarë ka ndodhur? Kthehem te çështja tek kjo do mbetemi apo do kthehem te balluku? Jo, vazhdojmë te kjo me që i kemi. Tash kjo, unë kam thënë disa herë, kemi qenë që kjo, ndosha edhe agrore mund ta di më mirë, kjo nuk është asgjë më shumë se sa Sicilia viteve, fundi viteve 80, fillimi viteve 90. Pra, kur mafia kishte kapur shtetin dhe ku vetë strukturat e shtetit ishin shërbim të mafjes. Çfarë kemi këtu? Këtu kemi njeri që zvendës kryeministri e ka quajtur koordinator të krimit, i cili rrinte në zyrën e Edi Ramës që është Ergjys Agasi. Informacionet vazhdueshme ne kemi denoncuar që gjithë emërimet në polici, që nga kreu, dhe deri poshtë i bënte Ergjys Agasi. Kemi pas denoncim që Kunati Linda Ramës, ose Baxhanaku i kryeministrit, ka marrë tendra të akshit, me çmime skandaloze, siç është rasti i laboratorëve, kompjuterave për laboratorë. Edhe këtë Ameta e ka denoncuar? Po, 50 milion euro dhe ka thënë Ameta gjë shumë thjesht. Shikoni me çfarë çmimi ka futur pajisjet në Shqipëri dhe me çfarë çmimi ka faturuar akshit. Pra këtu ishte ajo që ai e kishte quajtur baçja private e kryeministrit. Pra kjo është skema komplet ku një person që nuk është askush, por që ka marrë pushtet falidhjes time Edi Ramën, që është Agasi, një biznesmen, emri i cilit është lakuar vazhdimisht në Shqipëri që nga skandali i tatimeve e meradh, që është Ermal Beqiraj, pastaj drejtoresha e akshit që Edi Rama e ka marrë mbrojtje vazhdimisht edhe kur piratoheshin dhënat tona. Kemi një strukturë të gjithën, që nga njëra anë i shërbente Edi Ramës për manipulimin e zgjedhjeve duke nxjerrë të dhënat e qytetarëve për të përdorur nga patronazhistët dhe nga ana tjetër bënte miliona për ta kuptuar Ermal Beqiraj me Soft and Solution, vetëm për vitin 2024 ka fituar gati 88% të gjithë tenderave të akshit. 88%? Dhe të gjitha ofertat që i ka marrë me çmim. Mos ka qenë i vetmi në Shqipëri. Dhe ka bërë ja 85 milion euro, ka pas plot tjerë që janë ankuar, po kush ankoi me rejpeng. Prandaj Fezi është totalisht strukturë mafioze, nuk është për humor. Ka marrë 85 milion euro Ermal Beqiraj nga akshi. Dhe për 85 milion kanë marrë peng njerëz, dosja e këtij Geron Çelës nuk ka ardhur vetëm nga përgjimet këtu, po ka ardhur dhe nga Gjermania, sepse ai ka qenë atje dhe ka bërë denoncim atje, se këtu nuk ka qenë i mbrojtur, paktën nga sa diun. Dhe këtu kemi gjithë strukturën e një agjencie që ka qenë krenaria me Demek Edi Ramës, e mbani më thotë çfarë ka bërë Lindja, ka bërë ti hapa i Albania, klikon të del gjoba, të del kjo. Dalin ato, po puna është me çfarë kosto, se gjithë ato janë para tona. Kjo tregon edhe një fushatë, mbani më shumë mirë, që bëri akshi, me para të deklaruar dhe para në dorë, që ushqente media caktuara që nisën një fushat për të mbrojtur akshin me Demek që shikos është një strukturë që funksionon me profesionalizëm, doli dhe Edi Rama, po e mbani mend konferencë shtypi dhe zonjën fjalë kishte në krah për t'i shprehur mbrojtjen, sepse pikërisht nga sa po rezulton është një biznes i familjes së Ramës, por njëkohësisht edhe i një bande ma nxirr pak Mirlinda që ka të përfshirë edhe policinë e shtetit brenda. Pra, qofse policia në bashkëpunim me bandit merr peng qytetar, qofse kjo vërtetohet. Jo, po kjo është e vërtetuar sepse jo, po është e vërtetuar Spaku duhet t'i arrestonte. Domethënë, unë kemi bëj marrëveshje, domethënë gjithmonë këtu se kemi qenë gazetar dhe si na thoshin për inceneratorët. Ka dhënë arrest me burg. Si? Spaku arrest me burg. Dy personat që janë akuzuar. Jo, dy personat janë biznesmenët, ne po flas për policinë e shtetit. Po kjo është organizata që ka marrë peng atë. Po pra, organizata ka marrë peng, prandaj them që funksionon si organizatë, kjo nuk është. Spaku ka dhënë arrest aty. Si ishte ka dhënë 2 arreste. 2 arreste. Po dhe tjerë arreste janë, arrest shtëpie është drejtoresha dhe mirë, duke qenë gra nuk kanë dashur të çojnë në burg se ka një politik Spaku, po akuza është grupi strukturar kriminal shkon, po. Çfarë kemi thënë vazhdimisht, pra që dhe prandaj që rilindjen unë kam qenë gjithmonë organizat.
Se mënyra si vepron është tipike si vepron mafia, pra ka një kapo dhe i kapi lartë, dhe pastaj është gjithë struktura që është në funksion. Policia bashkohet me bandite për të vjedhur. Ky nuk është rasti i parë. Ne kemi pas rastin e dosjes Metamorfoza. Policia i nxirrte në prit. Shefi operacionales dhe konspironte aksionet e policisë. Deputeti bashkë me prokuror caktuar fshinin vrasësin. Pra, banda Elbasani çfarë bënte me policinë? Bashkëpunonte me policinë dhe pastaj gjithë tendrat e qarkut të Elbasanit i merrnin ata të fortët e Elbasanit. Pra, ky është shteti i Ramës, që kam thënë vazhdimisht që nuk mund të quhet shtet. Nuk është shtet, është një bandë që funksionon në bazë rregullave që ka banda. Sot praktikisht administratën publike e Shqipërisë ke pa drejtor. Drejtorin e OSHE-s, drejtorin e ARSH-s, drejtorin e Akshit. Këto janë agjencitë më të mëdha që ka një shtet. Jemi pa drejtor. Dhe Rama nuk i zëvendëson as ata që janë me arrest në shtëpi. Nuk i zëvendëson. Që ka kompetencë vetë. Bordin i keshit cakton atë, këtë ARSH-s e cakton Rama. Nuk i cakton as drejtorët. Pse? Sepse është logjika e bandës. Që këta janë vëlla një grup që janë nisur për të vjedhur. Dhe kur rrezikojnë të kapen, përdorin çdo mënyrë, çdo metodë, që nga dhuna, që nga presioni, që nga blerja, që nga ngritja e makinerie të madhe propagande, që mund të ketë netu ku dëgjonja 3 muaj, që e bëni si shpikje e madhe e Edi Ramës diella. Ndërkohë këtu po videsh i lekët e shqiptarit e merreshin me diellën, po shkruajnë gazetat e botës. Ta e kanë krijuar diellën. Po teorikisht gazetat e botës do të pyesja për këtë. Dhe këto janë lekët që kanë avulluar, Ferzi, konkurrencë e palishme. Të gjithë temat e marrën kohë. Është konkurrencë përmes grabitjes personit, ajo është e tmerrshme. Është rast, mendoj, në qoftë se rasti Balluku ka qenë radiografia e vjedhjes së një tenderi, kjo është radiografia e marrjes peng të shtetit. Agron, ti e njeh këtë fushë, domethënë ti e marrë edhe me pjesën e online-it, po. Çfarë kanë bërë tamam? Çfarë kanë bërë tamam? Tani, këtu ka disa elementë shumë të rëndësishme. Para, Akshi është i vetmi institucion që bën tendera sekret. Që do të thotë nuk jetë llogari se kujt i shkojnë parat. Është i vetmi. E ka ligjërisht të drejtë? Jo, Rama ka vendosur që tenderat e Akshit nuk mund të bëhen publik, nuk dihet të kujt janë. E para. E dyta, Akshi shumë i rëndësishëm sepse ka informacionin, ka të dhënat, siç e thatë edhe ju. Ka databasin, po, për çdo gjë. Kjo është shumë e rëndësishme, sot që flasim shumë e rëndësishme, sepse ushqen patronazhistët, sepse organizon zgjedhjet, votimi i famshëm në diasporë, arsyeja pse Partia Socialiste mori 80% të votave në Greqi, është pikërisht sepse kanë të dhënat. Këta vendosnin se kush kishte plotësuar formularin në mënyrën e duhur për të votuar dhe kush jo. Ja kishin gjithë informacione që ndanin me patronazhistët i thoshin, shikoj, merre telefon atë sepse i mungon karta e identitetit. Merre telefon atë tjetrit, se i ka vajtur zarfi, por nuk e ka plotësuar. Më kupton? Por që ajo që dallon këtë rast korruptiv nga të tjerët është e para që kemi të bëjmë me rrëmbimin e një qytetari nëpërmjet duke përdorur oficerët, të paktën një, oficerët e policisë, oficerë në detyrë, nuk janë bandit që janë veshur si oficera dhe kanë rëmbyer. Janë oficer me zyrtar. Janë oficerë dhe policisë? Janë oficerë këtë thot Spaku. Po pra po Spaku, që janë oficerë të vërtetuar duhet i arrestonte. Se një njeri që grabit një person arrestohet. Ne nuk hymë do të në vendimet e Spakut, po mund të jenë duke bëret të Jo, po flasim me logjika, Agron, një person që grabit tjetrin arrestohet. Nuk është e sigurt janë apo jo oficer policie. Nuk është e sigurt. Nuk është e sigurt me burime nga drejtësia, sapo komunikova, ka 2 pista që mund t'jetë dhe inskenuar nga personin fjalë, dhe pista e dytë pastaj nuk ka të bëjë që kanë qenë oficer policie, ka padur një hetim të brendshëm nga policia. Po gjithçka pritet dalin nga hetimet. Po, shko flasim me kemi njoftimin e Spakut. Ma nxirr njoftimin e Spakut. Nxirr njoftimin e Spakut. Nuk mund të jetë inskenim sepse ke 2 individë të cilët janë të akuzuar për veprën penale të pengmarrjes. Gjitheni më sipër. Theni të emrat, lutem. Theni të emrat. Shko të emrat. Po s'ka gjë për policinë atje. Theni të emrat. Ec. Po këtu janë me inicialet. Theni të emrat. Janë 2 të parët që janë të akuzuar për heqje lirie. Eqe e palishme e liris. Ergus Agasi dhe Ermal Beqiri. Eqe e palishme e liris. Tani, është policia. Mos e ke larë, po është që thot... Tani, ka burime... Rasti konkret, ose pjesa tjetër nuk e di. Mund të kthesh, Erzi, Geron Meqe, që është marrë peng
me urdhrin e këtyre dy sipërmarrësve, duke përdorur oficerët e policisë, është detyruar, siç e tha dhe Klodiana Lala, është detyruar të urdhëroj administratorin të riqet, por ajo që ka ndodhur është që atë ditë është tërhequr, sapo është liruar të nesërmen, i ka shkruar Akshit dhe i ka thënë që tërheqen. Dhe kjo u përfolet edhe nëpër media. Ka shkruar Kapitali, nëse s'gaboj, Klodian Tomori, ku thoshte, imagjinoni çfarë ndodhte në Shqipëri, dikush tërhiqet nga gara dhe pastaj të nesërmen thotë gjithçka se nuk jam tërhequr. Dhe tani kuptojmë pse e ka bërë. Po, sepse ka qenë nëse ka qenë absolutisht. I rrëmbyer. Kjo zonja Mirlinda Karçanaj, unë e kam përmendur dhe në parlament. Ma nxirr pak shtatën, ja Mirlinda Karçanaj, vetëm një sekond. Jo, kjo kishte një CV, mje pak shtatën. Nuk e njeh askush. Kjo është e lidhur drejt për drejt me familjen e kryeministit. Jo, kjo. Kjo tjetra. Është e lidhur drejt për drejt me familjen e kryeministrit. Edhe si ndasëm pas ka shkuar në SPAK. Kur është dorëzuar, kur është thirrur në SPAK, është thirrur në SPAK me avokat, dhe Partia Socialiste, ne ishim kam folur për të shtetin në parlament, praktikisht majoranca ishte e shokuar, sepse kjo as emri nuk i përmendej. As emri nuk e përmendej. Pas ka qenë drejtoresh e teknologjisë dhe informacionit në Bashkinë e Tiranës. Në vitet 2007, nga 2013, nuk ka ndryshuar. Nga 2013 deri në sot. Ajo bashki ka ndalë gjitha mjeshtrat. Kjo Bela... është drejtoresha e Akshit. Gropa e zezë e korupcionit dhe përdorimit të dhënave për të fituar zgjedhjet. Ka bërë shkollën profesorët. Nuk është akuzuar vetëm për vjedhje, por është akuzuar si grupi strukturar kriminal. Kjo rëndon akoma më shumë. Kishe një sqarim... Jo, vetëm për atë policisë të pjesa e rrëmbimit. Pjesa tjetër pastaj nuk kam koment se gjithçka varet nga hetimet. Varet nga hetimi SPAK-ut. Nuk flasë për tendra se nuk kam informacion. Ti ke qenë shumë i hutuar herën e fundit, domethënë ishe i kthjellët me gjën, dhe SPAK-u duhet hetoj çfarë domethënë prishje barezisë në tendra, pse u prish, pra për të futur thelbin. Tani e ke më të qartë pse është prishur. Pse është prishur? Po, pra gjithçka në këtë rast ka vajtur tek një biznesmen. Po. Se edhe këtu, barazin në tendera është. Po të shikosh të gjitha elementet, është okej mikrofoni se më duket se më gjeri zëri, nuk ka rëndësi. Po të shikosh të gjitha këto rastet e fundit të skandaleve të mëdha kanë disa elementë përbashkët. Përfshit dhe të zonjës Balluku, përfshit dhe në këtë rast, përfshit incineratorëve, përfshit Bashkinë e Tiranës. Janë këta emra këtu, po që të marri tenderin zotëria atje, e gjithë administrata Akshit kanë ndihmuar, me financier, me jurist, me antar komisionit, praktike qindra njerëz në atë institucion, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj vjedhje. Dhe që e kanë ditur që po shkelin ligjin për të favorizuar një person caktuar. Absolutisht, pra, ke një administratë publike e cila ka vetëm një detyrë, si në këtë rast, si në rastin e tenderave të UNAZ-ës ke bashkia dhe tjera, si në rastin e senatorëve dhe si në rastin e PSD-s dhe rastet tjera. Pra ne kemi një administratë publike e cila duhet jetë shkëputur nga partitë politike dhe ka vetëm një qëllim, të garantojë zbatimin e ligjit. Administrata publike bën vetëm një gjë, bën letrat për të ligjëruar vendimet private që marrin drejtuesit e institucioneve. Pra kemi administratë e cila është privatizuar, krejtësisht në funksion të vendimeve jashtë ligjore dhe jashtë institucionale që merren nga drejtuesit e vendimeve, sepse si shikohet këtu është paracaktuar se kush do marrë tenderin. Në rastin e UNAZ-s është paracaktuar, në rastin e Tunesë është paracaktuar, në rastin e PSD-s është paracaktuar, në rastin e incineratorët është paracaktuar. Pra këto vendime janë marrë gjitha jashtë nga kokët e institucioneve dhe kemi një administrator me qindra dhe me mijëra njerëz, me qira fjala, Akshi ka rreth 500 punonjës. 500 punonjës. 470 ca në 2026. E ka nisur me 70, ka shtuar. Akshi kontrollon të gjithë informacionet, databazat e gjithë qeverisë shqiptare. Databazat u thanë ato të rëndësishme, ka databazat tjera, janë dhe të prokurimeve, pra i ka dhe prokurime, ka gjithçka. Pra është një informacion edhe sensitive të tjera. Por ama, e para është, administrata shqiptare është e kalbur dhe falimentuar. Në gjithë, ne kemi 81.000 punonjës publik, mes tyre mund të ketë disa të ndershëm, shumica tyre janë thjesht njerëz të cilët bëjnë letra për vjedhjet e shefave të tyre dhe pastaj vjedhin vetë. Nga pak. Se po të vëshëret, gjithë drejtorët e zonjës Balluku kanë kompani private. Edhe drejtorët e zotit Velia në bashki kanë kompani private dhe këta kanë kompani private. Pra, mbasi i shërbej shefit për tendrat e mëdhenj, vetë administrata publike shkel ligjin në gjitha mënyra, pastaj vjedh edhe vetë me ato pjesën e vet. Pra kemi administratë publike të kalbur e cila shërben për të bërë letrat për vjedhjet e shefave të mëdhenj dhe vjedh vetë sa të mundet. Një. E dyta, të gjitha kemi arritur në një pikë ku të gjitha projektet publike, sidomos investimet publike në Shqipëri, nuk bëhen me logjikë investimi, me logjikë ekonomike,
po bëhen sipas interesave për të vjedhur. Pra tuneli nuk bëhet sepse do t'i shërbejë dhe është pjesë e një plani strategjik. Bëhet se duhet vjedhur. Po të shikoje të njëjtat gjë me 5 dën. Incineratori nuk u bë se do t'i shërbejë qytetarëve. Ishte se ishte metodë për të vjedhur. Dhe nuk u bë. Dhe nuk u bë. Aty birat as e bë fare. Rrugët që janë bërë për të vjedhur, prandaj cilësia e tyre skandaloze, Unaza me gjafjala është gjysmë miliard, pothuajse gjysmë miliard euro, ajo Unaza. 460 milionë euro. Dhe jo pjesa e bërë nga zoti Berisha dikur që është bërë me një 20-30 milion, po është 460 milionë euro. 460 milionë euro është gjysma përfshi tunelin e rrugës Kombit. Unaza Tiranës, ajo Unaza që dalit i ka defektoze, që nuk ka zgjidhur as trafikun, ka bërë 460 milionë euro. Ai është projektuar gabim. Pra, është katastrofë trafiku në Tiranë prej Unazës sepse fut në rrugët kryqëzuese. Pra vim, sepse qëllimi është prish se është bërë me është prish shumë. Pra pika 2 është kjo gjë. Investimet publike bëhen vetëm për të vjedhur, prandaj bëhen dhe keq. I bëjnë bile një pjesë e këtyre propozohen nga vetë biznesmenët. Po të shikosh se unë i pash pak se çfarë tendera kanë marrë këta njerëzit, janë emra të çuditshëm. Përmirësimi kësaj, përmirësimi asaj, gjërat përgjithshme, e njëjta gjë për çdo 2-3 vjet ka një përmirësim të serverëve, ka përmirësim të databazës, gjërat përgjithshme asgjë fare. Dhe në fund ditës çfarë kemi ne? Kemi një sistem teknologjik dhe të informacionit në qeverisë shqiptare i cili është mediokër. Nuk ka fare cilësi. Pra diella është një banalitet, është një mashtrim, po të shikosh nivelin teknologjisë në universitetin shqiptare, megjithëse janë harxuar nga Akshi, 700 milionë. Po. Nga Akshi, duke filluar nga viti 2017 deri më sot janë harxuar 700 milionë euro. 700 milionë euro. Dhe kemi dopjo këto, se kemi dhe një database të iranianët. Po, tani po them, po të shikosh cilësinë. Kemi backupin. Ne kemi backup atje. E dyta është që gjitha ato projektet pra nuk bëhen më në shërbim të interesit publik dhe të zhvillimit të vendit, bëhen në shërbim të biznesmenëve. Pra ata i projektojnë, ata vjedhin. Pika 2. Pra një administrata, 2 mënyra si bëhen politikat publike. E treta dhe më e rëndësishmja. Ne jemi tallur me korrupsionin. Po ka një progresion logjik nga gjithë historia e botës ka treguar. Ti kalon nga korrupsioni i vogël te korrupsioni i madh, nga korrupsioni i madh kalon te kapja e shtetit, nga kapja e shtetit kalon ke kriminalizimi i shtetit. Pra ky rasti këtu është kur shteti është kapur nga krimi. Nuk është më rast korrupsioni masiv. Është krimi i cili pse çfarë ndodh? Në qoftë se dikush përmes korrupsionit fiton 20-30 milionë euro në vit, 50 milionë euro në vit, ai kriminali nuk do t'i fitojë ai këto 20-30 milionë euro në vit. Pra në momentin që ai kriminali nuk bën dot më drogën, s'bën gjëra të tjera, thotë do futem dhe unë këtë loj. Dhe problemi kryesor që kemi ne që duket tek Akshi është ky. Krimi sot do jetë konkurrenti kryesor për fondet publike. Pra nuk do kemi më biznesmen të korruptojnë ministrin, po do kemi grupe kriminale që do luftojnë për të marrë tenderin. Dhe tenderin do e marrë ai grup i cili është më i ashpër dhe më i dhunshëm, ai që të merr, ai çantazhon, të merr peng, të vret disa gjëra. Dhe kjo histori jemi shumë pranë. E mbylla, në administratën publike ka penetruar krimi. Sot ke në nivele më të larta të shtetit shqiptar. Zëvendës ministra, sekretar të përgjithshëm, shefa kabinetish, këshilltar, njerëz kyç, të cilët janë familjar, drejtorë agjencish të mëdha, familjar të kriminalëve, janë të dashura apo të dashur të kriminalëve dhe kriminaleve, apo njerëz të cilët janë të lidhur me krimin, të cilët kanë kapur pikat kyçe në administratën publike dhe i kanë kapur vetëm për një gjë, që të kontrollojnë shtetin. Dhe pastaj në këtë fazë marrë vjedhja tenderave do jetë gjëja më thjeshtë, sepse ata do përdorin shtetin për të dhunuar jetën dhe pronën e individëve shqiptar. Dhe ky lloj progresion duhet ndaluar. Dhe kjo ndalohet vetëm politikisht. Do flasim për këtë gjë, po. Një gjë shumë të rëndësishme në lidhje me Akshin. Tani ne duhet të kuptojmë një gjë. Akshi ka çdo lloj informacioni. Po. Pronat, tatimet, të dhëna firma elektronike, noterët, çdo gjë. Tani ne zbulojmë që të gjitha këto informacionet na qenë nga në dorë të një bande kriminalësh që marrin peng njerëzit në Shqipëri, duke përdorur oficerë të policisë. E kuptoni se në çfarë gjendje jemi? Ata praktikisht po të kanë informacione për të marrë peng prap, të shantazhojnë çdo në Shqipëri, që mund të ketë diçka për të cilën nuk do ta bëj publike. Se kanë gjithçka, targat e makinave, pronat, çdo gjë, hyrje dalje në Shqipëri, me kë ke hyrë, me kë ke dal, me kë ke qenë ulur ngjitur, sa herë ke dal, sa herë ke hyrë. Kuptoni çfarë është kjo? Çdo informacion të pasaportave, çdo lloj informacioni janë në dorë të një bande kriminalësh. Po, pardon. Qa të thëmë, për arsye se... Pa mbrojtësha, më s'ka... E para, Ergjys Agasi është një personazh edhe një person privat i cili realisht
që nga maja e krimit. është folë shumë për të, folur shumë për ndikimin e tij, ja ku është edhe arrestimi. Tash, po mduket një qytet tret, shumë populist në mënyrën se si po flisni, se Jo, jep një argument për atë, jo për neve, po mos u merr me ne, se ne sumorëm me ty. Jo, po unë s'fola. Merru me argumente në populizmin. Me argumente po them. Jo, po ti po thua që ne tu dukëm ty populist. Jo, është populizëm mënyrë. Publiku baton. Kush është populist, kush është oportunist? Ti ke gjë për të thënë për bandën? A ke gjë për të thënë për Baxhanakun e Edi Ramës? Jo, unë jam duke thënë. Ka lidhje me emrat përveç të më intereson. Jo, se me punatin e Linda Ramës po dësh. Dhe unë jam prej atyre që kam konstatuar prej kohësh që një shtet funksionon kur kapen kriminalet. Dhe po m'jen në habi që askush se përmeni Spakun dhe shtetin ligjor që është produkt i kësaj bande kriminale. Do flasim për këtë çështje. Jo. Flasim. Hej, keni folë 35 minuta që unë deloj... Tani, po na gjykojnë për gjërat që s'tamë. Po të regoj pa tjene, po shumë të regoni gotë. Ti thua sumore me Spakun, kush më pyti për Spakun që sumora me Spakun? Para, po unë po thëmë kush sumori. Ora, kene i gjë për këtë thot Fevziu. Nuk ka shtet në botë që s'ka kriminel. Ora, Fevziu, si funksionon akshi. Kesh përdor tenderat. Nuk ka, nuk njone. Ka mos në Zeland. Jo, edhe në Zeland. Por, ajo që e dallon i shtet, është se sa funksionon drejtësia për të ndalë krimin. Dhe nga ju që i kam përball, hiq në rritanin pak... A ka krim? Shumë krim. Kush e organizon atë krim? Ja. Kush është në kryet shtetit, baton? A i ke besu Spakut? Kush është kryet shtetit? Jo, a i ke besu Spakut. Po Spakut, po, kush është kryet shtetit? Po që lidhe ka kush është kryet shtetit? Po kush e prodhon krimin, o baton? Po mos do me të thonë që Edi Rama e prodhon krimin. Lufta është pasoj. E lufton se lufton, nuk po them kush e prodhon. A bën ta sqaroj, pastaj flasim. Po. Dhe për faktin që Spaku reagon, njerëzit mos besues ndaj institucionit drejtësisë janë këta që sot i besojnë. Dhe ka 3 vjet, 4 vjet, kemi thënë që keni kujdes se gjërat të cilat hetohen dojnë kohë, dhe dojnë kohën e vet për shkak dëshmive dhe fakteve, se nuk mundet një prokuror të ndërtoj rast për ta humbur rastin. Ja ku jemi. Dhe ja ku jemi ky institucioni cili funksionon dhe ky institucioni drejtësisë është kriju nga kriminalet të cilën e udhëheqin këtë shtet. Dhe ata pi luftojnë veten, besoj. Dhe me qëse pi luftojnë veten dhe ky institucioni drejtësisë ekziston, atëherë më thuaj se këta Spaku na qenë kanë të prodhuar nga vetvetja. Do t'i japësh shpirit e Edi Ramës. Jo, që nga prodhuar nga vetvetja. Dhe ma gjëni dikun, ajo që quhet një shtet normal, edhe një shtet që e ka të drejtën në parasysh dhe funksionalizim në saj është kur krimi denohet nga drejtësia. A është të nderi apo rruga e keqe, apo a është prodhuar cementa, apo... Jo, vedem sekund, baton, Neritani nuk foli për rast, foli për sistem. Jo, po, unë po flasë për sistem. Do të flasim për Spakun, flasim. Jo, ajo është çështje e inspektorëve, të cilët asnjëri prej nesh bisedën që të flasë për Spakun. Jo, asnjëri prej nesh nuk është ekspert se çfarë është rruga e mirë apo jo. Mund ta shohim me sy. Por, megjithatë, duhet jemi kujdesshëm kur akuzojmë. Po kur përputet perceptimi me sa po thatë që pa pas asnjë informacion se Geroni është kidnapuar nga policia shtetit. Nuk është e vërtetë. Edhe njeriu që është në fund aty, Zoti Erion Ismaili, nuk ka lidhje me rastin. Po nuk ka rëndësi. Ore, nuk e përmendën fare, shiko, baton. Po merresh me Çikërima, nuk e përmendën fare, unë s'e përmenda fare njëri që është kidnapuar si gjë, as emrat e ndokujt. Fare. Haro, nuk ka asnjë problem. Nuk e di kush, jo. Po nuk ka rëndësi, po s'është nuk është thelbësore. Jo. Nuk është thelbësore. Mundemi? Nuk është thelbësore. Që ky zotria është marrë peng ka të pakën disa muaj që flitet. Dakor, më falni një sekondë. E dim rast. Kemi një gazetare që ka informacione të brendshme në lidhje me hetimin, po priteni një sekondë tani. Në lidhje me hetimin që erdhi këtu dhe tha, shikoni, këta 2 zotrinj akuzohen se kanë marrë peng Geron Meçen dhe kanë marrë peng duke përdorur oficer të kështu tha. Nuk tha ashtu. Kështu tha. Ta kthejmë tani. Uniformat policore. Ore, më falni, jo më kështu. Uniformat policore, tha, nuk e di a janë tha oficer shtetit. Tha oficer të policisë shtetit kanë marrë peng. Tani, ju kapeni me një detaj
që s'keni qatë bëni, nuk keni çfarë të thoni tani dhe jo kishte uniformën originale se ishte originale. To janë fakte. A është Ergys Agasi i akuzuar për krim? Kemi konstatuar me vite që ky ka shije kriminale. Edhe është pjesë e një krimit organizuar. Shije dhe akte janë dy gjëra të ndryshme. Nuk i di akte se nuk kemi ende. Akuzuar. Shije dhe etik, nuk flet për dënohet njëri për shije, më po... Qa do më thënë shije kriminale, se ose kuptova? A mund të njeri për me bo krim. Paqartësia e Batonit të radhë shumë do me thënë se. Baton a thojnë dhe kishtë ta kuptojnë. Jo, mos e bo zhurmusin se ka. Shpjego se s'po të marrin dhe. Me qenë se ka prire kriminale, atëherë kjo është në nakuz. Dhe me qenë se është në nakuz, Spaku do të vendosë cilat janë faktet e krimit e ti. Kurse gjykata vendosë çfarë kriminali është kjo. Dhe dënohet për këtë punë. Kjo është ajo që drejtësia shqiptare ka vendosë në vitet e fundit. Nëse më thuni si, pas gjitha këtyre arrestimeve, nuk ka drejtësi shqiptare. Jo, do shikojmë që do shkojmë. Se kemi foltarë të qështë. Rasy se zoti Sheho, edhe Shkullaku ka qenë mosbesuesit më të mëdhej të Spaku. Po gënjeno, Baton, hajta të gënjen aptash. Unë kam thënë ndonjëherë, kam qenë unë kam mosbesues. Fakti se del edhe thup se s'po burgoset ky, s'po burgoset ky, s'po burgoset. Ajo është mosbesim. Baton, se ke gabim Baton. Kam qenë e vetmja forcë politike që ka bërë një protestë kundër korrupsionit dhe në mbrojtje të drejtësisë, se kemi bërë në Shkup të këtij viti. Është e vërtetë apo jo? Më gjeni një forcë tjetër politike që ka qenë kaq e qartë në raport, më falni një sekond, në raport me drejtësinë. Qartësisht kemi qenë dhe jemi në mbështetje të drejtësisë dhe produkt i kuj është Spaku. I Amerikan dhe Europian, Baton. Pse ishin 7 ambasador, 8 ambasador sa s'kishte vend për gazetarët? Pse ishin aty? Spaku është produkti 140 votave të Parlamentit Shqiptar. Po kush i detyroi ata? Kush i kapi ata për veshi dhe i çoi të votojnë? 140 veta. Sikur në historinë e Shqipërisë. Kush e bëri? Separa se një fjali ka marrë shpendesë s'ke fol fare. Mund të bëj vetëm një koment për Batonin? Tani të vish tu që relativizosh një krim kaq të rënd, duke thënë. Ka relativizova unë? Jo ti më jo. Jo, të relativizosh se unë po fola. Duke thënë që Spaku po e lufton dhe kjo është shenjë që vendi shteti ecën, ky nuk është shtet fëzi. Ky është bandë. Drejtuesi i policisë cakton banda. Tendrat i ndan banda. Rama është në kryet bandës, këta vjedhin vota për të vjedhë Shqipëri dhe vjedhin Shqipëri që të vjedhin vota për zi. Marko, më falë edhe një sekund, ti bëj vetëm ta vazhdoj bendimi vetëm një sekund. Baton, ka një problem shumë të madh edhe gjithë, sepse mënyra si e ti është kjo gjë. E para punës përdore fjalën e përgjithshme shtet. Po e kishte për drejtësinë. Mënyra se si ti e konceptove është thek këtë gjë. Që ne kemi një drejtësi e cila kap ata që vjedhin. Pyetja ime është çfarë detyre ka qeveria të vjedhë? Do pasaj kemi drejtësinë që kap qeverinë. Pra ne kemi një administrator e cila vjedh. Jo, po të thamu. Asnjë qeveri, se qeveria nuk është Po shkoj çfarë po thuat. Ti thua, me që kemi bërë Spakun, thua ti, do t'i kapi Spakë këta. Nuk ta pranoj me njerë. Po nuk ta pranoj. Qeveria është abstrakte. Emrat janë të përveshëm. Çfarë është mirë qeverisja? Qa të më të thonë tash? Po të pysun ty pra. Se mirë qeverisja është që mos vjedhi, pra ta themun qa është mirë qeverisja. Që këtë zonjën, mirë qeverisja është kjo gjë, ta themun. Ja për ta përgjë me një fjalë. Kjo zonja sot do t'jepet dorëheqjen. Kryeministri do ta shkarkonte sot këtë zonjën. Kjo quhet mirë qeverisje. Melina Kaçanaj do ta kishte shkarkuar. Melina Balluku do të shkarkuar. Kjo quhet mirë qeverisje. Pra një njeri i cili ditë qeverisi dhe nuk ka lidhje me krimin e korrupsionit, kishte marr masa për gjithë. Siç ai ka marr masa për kryetar bashkisht që nuk interesonin. Një. E dyta është, mirë qeverisja thotë mos vjedhësh para ndalimi i korrupsionit. Është po aq efikas? Dale. Po jo, në rregull. Se ti the, sepse tema. Jo, dole këtë tjetër temë. Ta mbaroj edhe të tretën? Po, mbaroje. Një vend nuk bëhet përmes drejtësisë penale. Drejtësia penale është një element i shtetit. Nuk mjafton dhe nuk çon as gjykundi. Pra ndalimi pa diskutim. Rregull është ajo, edhe? Që do të thotë, edhe qeverisja duhet të parandaloj korrupsionin. Dhe qeverisja duhet mbahet, do të japi llogari për ato që bën. Edhe qeverisja duhet mirë qeverisi. Edhe kuvendi duhet të kërkojë llogari qeverisë. 81.000 të punësuar i ka. Flasim dhe ne, ose duar të orkason për ju. Utove që i gjithë të grafitje. Nuk u to kishë ndërmentoje diçka, po ndjek ritmin e bisedës dhe po them diçka tjetër. Para, ky lloj diskursi, ligjerimi i qeverisë, ne krijuam drejtësinë dhe po i japim material drejtësisë të realizojë
ato objektivet e veta, ky është diskurs komplet pa kuptim. Ky është tamam diskurs populist. Sepse SPAK-u shumë mirë që po funksionon pjesërisht se akoma nuk mendoj se ka funksionuar si duhet, por qeveria nga ana vetë nuk mundet që të thotë që sa mirë që ne po japim punë SPAK-u që të na fusën burg gjithë qeverinë. Pra kjo është gjëja e parë. Dhe si e pas kush dorëheqen. Dhe si e pas kush dorëheqen. E dyta është ajo që tha Neritani, po zeroj pak. Nuk luftohet korrupsioni vetëm me vetëm një pjesë sistemit drejtësisë, që është prokuroria posaçme dhe gjykata speciale. Pjesa tjetër është jo funksionale. Por luftohet e parë vetë qeveria një herë duhet ketë një projekt se si ta luftoj korrupsionin, se dakor të del një rast si veçu korrupsioni. Por to nuk janë raste, këto janë arketipe të mënyrës se si funksionon sistemi korruptiv në Shqipëri. Pra ti ke struktura shtetërore nga një anë, të cilët vjelin parat publike, kanë krijuar një strukturë paralele që është private, dhe parat publike kalojnë përmes administratës shtetërore, po të njëjtë persona që kanë edhe një punë publike. Modeli klasik 5D-ja, drejtori rrugëve që janë spektakël janë bare. arketipe I marrin tenderat vetë. To janë arketipe, janë modele, nuk e ndërase. Pra, ti praktikisht me sa kuptohet, tu funksionon që një pjesë e administratës publike ka kriju biznes privat dhe parat që i merë njëherë, i merë pagat në shtetë, që të kalojë pasaj parat të ca bizneset të tyre. Dhe, në fakt, ne kemi 2 shtete paralele, ose masak 2 enë komunikuse, të 2 shtete ku parat që vinë në lidhen nga taksat kalojnë te. Dhe ne nuk e dim se ku është shteti praktikisht. Cili është kjo pjesa dukshme, apo kjo pjesa e pa dukshme që na thith parat dhe kryon biznese e tjere. Dhe pasaj e gjitha kjo ka pasoj tjetër, sepse prish konkurencen e lirë ekonomike, por konkurenca e lirë ekonomike është një nga parime që mban një sistem demokratik. Krahas liris fjales, krahas liris pronës, po s'pati konkurencë lirë ekonomike, Rusia, Turqia, Bielorusia, shtetet autokratike, pse nuk quhen demokratike? Se mbi gjitha nuk kanë konkurencë të lirë të regu. Shpërndar një shqip punën dhe për privatën. Oligarkët rusë, nuk quhen oligarkë se kanë para, se këtu i ngatrojnë për shumë, quhen oligarkë çdo biznesmen. Oligarkë do thotë që ti të krijosh një sistem të tillë ekonomik që përqendron gjithë pasurinë në duart e pak njerëzve të cilët janë të lidhur me pushtetin. Por mes ndihmës shtetit. Se këtu thonë, çdo njeriu të pasur i thonë oligark. Oligark nuk është ai. Oligarku është një grup që influencon të shteti që parat kalojnë aty. Ky është problemi, është problem mendoj shumë i rëndë. Ky operacion i SPAK tregon, unë këtu jam me batonin, tregon që drejtësia po funksionon. Dhe këtu nuk po mohohet në asnjë moment që nuk ka probleme. Probleme ka, ne i prekim për ditë. Jo, ka probleme të veçuara, apo ka sistem, se këtu është telti. Mund të ketë ekosisteme të vogla, po nuk është sistemi i gjithi. Pra, nuk e them dot, si që tha Neritani, që gjithë administrata është e kriminalizuar. Mund të ketë element të caktuar të cilët po goditen, por tani nuk e mohojmë dot që i Albania është një revolucion që shërbeu në shmangjen e radhëve, shmangjen e mitmarrjes, e rishfetit e tjerë. Pra kjo nuk mohohet. Fakti që ka një problem dhe drejtësia po heton të dënoj ata që janë përgjegjës, kjo s'do thotë që gjithçka është bërë gabim. Vetëm se këtu ka një pyetje, Arber. Kjo mitmarrja e vogël që shpërndajnë nëpër drejtorët e gjendjes civile që merrin 5.000 lekë apo 10.000 lekë, kur përqendrohet te 2 njerëz që marrin miliona, do ishte më mirë ajo mitmarrja që shpërndajnë sa njerëz. E gabuar. Edhe ajo 2.000 lekë. Të dyja janë të gabuara, po ajo sistemike pastaj. Po kjo është më mirë. Marrin një njeri apo të marrin Ky ishte qendrimi i Ramës, do ta heqim korrupsionin nga rrugët që të bëj lart gjithë. Kjo është revolucioni i madh për Ramën. Dhe prekin gjithë, edhe për diellën. Për diellën nuk ka pasur një operacion makiazhi nga media shqiptare, ka qenë media ndërkombëtare. Tani nëse më thon panelistët që Rama bleu BBC-n ose u blen mediat më të mëdha ndërkombëtare, nuk besoj.
A i ka qenë një operacion marketingu. Në Shkupi, pikërisht pra, nuk e se djela tani. Po në Shkupi qa është djela? Qa është djela? A të diskutojmë qa është djela? Qa bën djela? Po se nuk e di askush pra. Djela është marketing. Spotet publicitare rikthehemi prapë, edhe në spotet, direkt.